Bastisje në 16 lokacione në gjithë vendin dhe 20 persona të vënë në hetim në ndyshimin për dëmtim të buxhetit të shtetit deri në 4.8 milion euro. Kjo erdhi pas aksionit të dieshëm të policisë, prokurisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe drejtorisë së inteligjencës financiare, të cilat vepruan pas njoftimit të Agjencisë për Siguri Kombëtare. Siç informoi nga prokuria, gjatë bastisjeve janë gjetur dhe sekuestruar përkohësisht dokumentacion fiktiv, mjete monetare, armë dhe vula të falsifikuara të personave juridik, ndërsa personat e dyshuar janë siguruar. I dyshuari kryesor, shtetasi Serbisë dhe pronare menaxheri 2 personave juridik, së bashku me 2 nënpunës nga Drejtoria e të Ardhurave Publike Shkopë, gjatë vitit 2023 kanë formuar një grup me qëllimin kryerjen e veprave penale të evazionit tatimor, mashtrimit tatimor, pasrimit të parave dhe keqpërdorimit të pozitës zyrtare. Në periudhën 2023-2025, në grup janë përfshirë edhe pronar, menaxher dhe të punësuar të tjerë në persona juridik në Shkupe dhe Gjevgjeli. Me paraqitjen e të dhënave të rreme dhe mendimin e nëpunësve tatimor, sipas prokurisë, i dyshuari kryesor në vitet 2023-24 ka shmangur pagesën e tatimit prej 11.6 milion denarësh, ndërsa të dyshuarit e tjerë kanë përfituar në mënyrë të pabazuar kthim tatimi prej 31.1 milion denarësh, duke shkaktuar dëm në buxhet. Një pjesë e tyre kanë kryer edhe transferime parash për fshehjen e prejardhjes së mjeteve në vlerë totale rreth 92 milion denar. Provat e deritanishme të mbledhura tregojnë se të punësuarit e dyshuar në DAP Shkup, prej të cilëve disa në pozita të larta udhëheqëse, me keqpërdorime të shumta të pozitës zyrtare, kanë shkaktuar dëm të përgjithshëm në buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, prej së paku 162.980.076 denarësh. Prokurori publik, duke vlerësuar rrethanat, konstatoi se janë plotësuar kushtet për caktimin e masës së paraburgimit për 10 të dyshuar dhe i ka propozuar gjykatës penale Shkup që për 8 persona të caktojë masë paraburgimi, ndërsa për 2 persona e njëjta masë tashmë është caktuar në lëndën e lidhur me Agjencinë për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural. Për 10 persona të tjerë, prokurori ka propozuar masa për sigurimin e pranisë, ndër të cilat edhe ndalimin e kryerjes së aktiviteteve të punës të lidhura me veprën penale, si dhe ndalimin e ushtrimit të detyrave si persona zyrtar në Drejtorinë e të Ardhurave Publike.